dërgojmë. Formimi i drejtë i muslimanit 14 me radhë është tema që titullohet të folurit me mençuri dhe heshtja. Pra, ose heshtja nuk kemi thonë, po kemi thonë të folurit me mençuri dhe heshtja. Sa ato janë të përafërta ose si me thonë njëjtin nivel edhe të njëjtën rëndësi. Sa ka vlerë të folurit me mençuri, çaq ka vlerë edhe heshtja. Të thonë s'mund është me thonë se gjithmonë të folurit është më mirë se sa me hesht. Se ka raste kur është më mirë me hesht se sa me fol. Prandaj ato shkojnë thujse si paralel njëra me tjetrën. Kjo ka herë ka venin e tjetra. E tash, të folurit, çfarë të folurit? Të folurit me mençuri, të folurit e mirë, ose për ndryshe heshtja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përmendur në hadith, ka thonë kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Këtu kemi disa pika të rëndësishme. E para, nuk ka mundësi një njeri që nuk e beson Allahun dhe ditën e gjykimit më konë i kujdesshëm në gjuhë. Zakonisht nuk është i kujdesshëm. A mund të ketë individ? Po, që janë të kujdesshëm, edhe ata që s'besojnë, mund të ketë individ. Nuk mund të themi se të gjithë janë, por besimtarët të cilët kanë besu Allahun dhe ditën e Kiametit, pse Zotin dhe ditën e Kiametit janë përmend këto dyat? Sepse besimtari shpreson te Allahu. Besimtari nalet te kufit e Zotit. Edhe ditën e Kiametit se e di që ka marrë dhe ditë kur ka me dhënë llogari për ato që ka fol. Le të flet mirë ose le të hesht. Këtu e kemi një le të flet mirë. Ja Rasulullah, qysh me kuptu unë a jam të fol mirë, a jam të fol keq, a jam të fol me mençuri, a jam të fol pa mençuri, me ignorancë? Ne kemi njësinë matëse. Të flasësh mirë, dhe më thonë, të flasësh me Kur'an dhe me hadith. Ose nëse jo detyrimisht, çdo fjalë që e thu mja bashkangjit një ajet, ose një hadith, së s'munësh, atëherë çka? Fjalët e tua le të jenë mrena Kur'anit edhe mrena hadithit, mrena halalit. Përndryshe, s'ke fol mirë, le të jenë pra kushti i parë, për më konë fjalët e mençura, me u mbështet në argumente. Dhe e dyta, kushti i dytë, të jenë fjalë të cilat kanë urtësi, hikme. Urtësi, dietarët kanë thonë, ta vendos secilën gjë në vendin e vet, e këtu mas jemi të fol për fjalën, themi ta vendos secilën fjalë në vendin e vet. Çka e prish mezhlisin? Kanë thonë plas përpara, fjalë e urtë, e mençur. Kanë thonë mezhlisin e prishin dy vet, ai i cili di edhe hesht, edhe ai i cili nuk di edhe flet. Por kush i ka fare këtu? Zakonisht ai i cili di. Pse? Se ai ka hesht edhe e ka dhënë mundësinë me fol atij që s'di. Në përgjithësi, se ka raste kur ai që di se lën me fol. Ja japin mundësinë me fol atij që s'di, sikurse sot rrjetet sociale, programet televizive, emisionet. Ku i keqi ka ndorë edhe thirr të keqen. Ku i keqi flet prap, se jo prap e marr, se me fol ka herë marr. Elhamdulillah. Po veç prap flet, edhe ai ka me pas shikueshmëri. Edhe sot çdo sa në show e thirrin ato i cili sa ma keq që flet që më bën sa ma shumë shikueshmëri. Do të thonë ku fjalët e pa edukat, fjalët e pa moral janë shumë normale të ta. Prandaj me fol me argumente edhe me fol me urtësi, me ditë vendin fjalëve. Kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të flet mirë. Kush i vendos kriteret çka e mirë, çka e keq, krijuesi gjithësisë. Krijuesi.
Ne nuk mundim me vendos kritere që kjo është e mirë, që kjo është e keqe. Zoti që ka thonë e mirë, që ajo është e mirë për njerëzimin. Sado që mentaliteti i smuti njerëzve ndryshon. Në kohën e Lutit alayhis salam, mu pas koni pandershëm, mu pas martu me gra, ose veç me gra, je kon mangin krye. Por kjo njësi matë se tyne, u kone sakt, nuk u kone sakt, se qka e mirë, qka e keqe vetë Zoti e përcakton. Në këtë zeman, nëse s'marrish kredi, ti nuk mund është me jetë si pas tyne kështu në biznes ato këta. Nëse se ki këta, prej harame, më është fjala. Nëse s'pin duhan, ti nuk je burë. Shambull, këtan. Po kush mi ven këto kritere? Këto janë kriteret gabume. Për me thonë që një fjallë është e menqur. Dhe vendos Zoti, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tyre, dhe mrena qësaj që ka vendos Zoti dhe pejgamberi, me thonë me urtësi, me menqurimi, a ditë vanin se cëllës fjallë kur me fol. Pra, felekul khejrën e u lijesmut, le të flet mirë ose le të hesht. E tash, që kjo pjesa, kush beson Allahun dhe ditën e kiametit, le të flet mirë ose le të hesht. Na jep edhe një rregull tjetër, ose një përmirësim të një vetdije të gabuar, kur në një prej fjalëve që është mendu se është fjalë e mençur, por që bien kundërshtim me këtë hadith, është ajo fjala e disa njerëzve të cilët kanë qëllime të mira, të cilët thonë nëse të folurit është prej argjendit, heshtja është prej arit. Kështu kanë thonë. Por në bazë të këtyre argumenteve, këtij hadithi, na themi që në mënyrë të përgjithshme nuk qëndron kjo thënie, sepse jo gjithmonë heshtja është më mirë se sa të folurit. Jo gjithmonë. Cili është bazë, esencë, është të folurit e mirë. Të folurit e mirë. E nëse s'ki që ka me fol mirë, atër shuj. Atër që ka me bo? Me ngu. A nëse ki që ka me fol mirë, nuk po themi na tash veç ti me fol, a? Së është kjo qëllimi. Unë po di me fol mirë, edhe veç më smelan 2 orë, 3 orë, me një të bim veç një orë me fol, me thonë, pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam folni mirë. Unë po foli mirë, s'kam nevojë munal. Jo, ti dush munal me ngu ka herë. S'ka. Kjo nuk është kundërshtim me këtë që po e themi. Por në esencë, a më mirë është me hesht, a më mirë me fol. Na themi, e bëjmë një sqarim këtu. Nëse të folurit është i mirë, të folurit është me vend, të folurit është me argumente, është e nevojshme, është e dobishme, është e arsyeshme, më mirë është me fol. E nëse pastaj që të kriterë si plotson, atëherë më mirë me hesht, se si të ditë me fol. Le avenin ati që di. Allahu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fillo me fol, mos fillo me marr përgjegjësi për ato gjëra të cilat ti nuk ke njohuri. Sot sa njeri flet fjalë, sa njeri jep komente, sa njeri bën analiza që ti habitesh thu qëta njerëz, a han bukta ajo? Dhe më thonë, ajo njerëz si na. Allahu Gjellë kur ka thonë për Isën a.s. nuk ka zot. Njeri është, han buk, hec në për pazar, në për tregje, a edhe nona vetë. Mëse bani zot, mëse... Tash na, që ditëmi me do pseudo-analist, të cilët janë gjendje për çdo sen me fol. Për çdo sen. Sikur se ai punëtori kur ka dalë me lyp punë, edhe veç ka këshur me gjithë punë, s'ka lidhje, ka thonë di, çdo sen. Dhe ka dosh me testuaj zotnia se kur po shkon ai mi marr punëtorët atje, te vani ku ata po dojnë me kërë, domthon pa ditë çka ka me punu. Ai shkon aty thot, na jemi mjeshtër, njoni po i thot. Çfarë mjeshtër? Ty thash çfarë mjeshtër po të vynë. Domthon çka të vynë ty unë, s'po thot jam mjeshtër, për shembull filan zanatit. Ty çfarë po të vynë? Tha, ai mësu me metër me mat ai, mjeshtrin thojza. Tha, unë po më vyni mjeshtri masazhes. Ka t'ja futi. Tha, shomër, tha, masazhe, tha, bon, tha, edhe me metër, po tha edhe me centimetër, me milimetër. Dhe manë se kishit dhe minuke që po qëtë plaka, keramika. A ke po kur merë dikush përgjësi pa pas lidhje, se ka ide nuk është në temë. Edhe flet për fe, i njëjti nesër ka me fol për drogë, mas nesër ka me fol për sigurinë publike, qëtër mas nesër ka me fol për ngushtricën e Hormuzit. A thuti la ilaha illallah.
ky din çdo sen. Por gjuhë shqipe pastaj. E ti e sheh se është degraduar çdo sen nga njerëzit të cilët flasin pa vend, pa urtësi, pa dije. Allah po në Kur'an mos merr përgjegjësi për gjërat që nuk i din. Mos merr përgjegjësi. Qohet apëtan të e kini smujën i diqka vjen aty edhe janis me të filozofu ty pëse s'pe provon filan ilaqen, pëse s'po shkon të shtu du të me bon, është një bonj atje e merre qëtë këta, mirë, ku ki ti përgjegjësi me folë për qëtë zënat, ku ki përgjegjësi? Pse flet ti, pse merr njerin qafë? Mu më ka thonë një dojë jemi se aje ka pasë një shok kështu para 30 vjetë edhe aje shok i vetë ka provu, shflitet kështu? Pse merr përgjegjësi? Allah po thotë mos merr përgjegjësi për gjëra që si din. Prandaj, një prej vëllezërve besimtarë të Shqipërisë ja ka lyp dikush për rukje 500 euro. Edhe po më thotë ç'a më bën. Thash ç'tja kusht. Se shumë është pa diskutueshme, shumë e madhe është, shumë astronomike. Thash ç'tja kusht. Nëse shërohem kam të dhënë. Bi'idhnillah, me lehtë Allah. Nëse nuk shërohen, a më jap ti mu 500. Ja. Unë e di se kështu nuk, po për ta bind atë se ti mos jep shumë zor, le në dorë të Allahit. Jo, ja ashtu s'pranoj. Nëse kjo nuk është marrë me kaulla, pëtën që shqytojnë ndryshe shqip, me kall me orë, me bast. Zban baste. Po thjesht, njerëzit marrin përgjegjësi, unë e kry, unë e të qaj, na kishme një person smut me kancer, edhe u mundum i afërt joni, me mishë me shpirt, me gjitha format mjekësore, plus edhe me shku me lezu disa herë Kur'an. Thjesht, Kur'an është gjithmonë i hajrit. I qanë selam dikush, nëse merrni mu, për 7 ditë unë kam e qunë kom, a ishte pa vedijen edhe thuj se në koma. E tash bim pozit pa lakmush me dhonë, kur i thamë, mos bëmë si besani se nuk janë qashtu sa. Ju vjen keq me më thonë mu ju, mu vjen keq me ju thonë, mos e merrni, se menojnë që s'po du me shnosh personin fjalë, kënena ata me marë, unë s'po jam i pajtimit, thashe diçka merrni. Merrni, apo e manë vetën, pe di që po shtirët si hoxh, nuk po kënena i gjërat kufrit, Kur'an, por ti thuesh ti njerëzve për 7 ditë unë e qejnë kom, si ç'sh merr ti përgjegjësi? Ç'sh ti e flet këtë fjalë ku ti çet pozit edhe familjen, me marak e lën, pozit pa lakmueshme çet edhe ato i cili mundot me argumente me fol, me thonë, ka dalë se s'ka këtu siguri. A mund t'jetë po, kanceri mund t'jetë sebeb prej magjis. Me kalimin e kohës, do më thonë, janë ato detajet që... Por ti, do më thonë, të marrësh përsi për një përgjithësi që vjen ditën e parë, vjen dytën, vjen tretën. I thot, ditën e parë, keni me parë nesër, ka me ardhë vedia. Pa vedije. Edhe... ja lyp 300 euro, ditën e parë. Ditën e tretë, kur vjen, apet dytën 100 euro, tretën 100 euro, edhe mo nuk i vjen. I kish duket e kupton? Pse merr përgjegjësi gjëra të cilat ti nuk ke dije? Pse thu, ja ku jam, pa të thirrë kërkush. Në ditë kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lypin njerëzit mi bë dua Allahit me nis gjykimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i sheh, nuk thotë unë jam për këtë punë. Derisa të vinë vetë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos merr përgjegjësi, mos fal fjalë të cilat nuk ke dije. Allah po ashtu ka thonë Kur'an, thuaj robërve të mi, le të flasin fjalë të mira. Urdhën hynor. Mos falni vllazni fjalë që dije s'ke, mund ta bësh me marak tjetrin, shkon te doktori, hyn në operacion kem te doktorin, Allahu e rujt. Edhe e ka shkruar Allah me deka njëri. Çohet aptan atje masi ka deka. Ku e keni bote filan? O kon një shkup një doktor me pasqut ai. Pse e qumë te doktori? Çe? Do të thonë, antarët e familjes i bën me plas, doktorit ja ul autoritetin, ai e shkrin me djerse me munde me. Pse e ka fol një fjalë që s'ka kur far lidhje. Pastaj nuk merr përgjegjësi për fjalën që e ka thonë. Kur ta flet fjalën, fole masi ke dije, mos fol.
thuj robërve të mirë, le të flasim fjalë të mira. Ose bën dobi me fjalën tonë, ose shuje vëlla. Po ashtu po thot Zoti, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që e fol njëri, i shkruhet. Ka një përgjest që i shkruan fjalët e tija. Mos mendoni që ulemat e selefit fjalën e kanë konsideru vepër. Fjala pjesë e veprës. Prandaj edhe imani qaulun wa amal, është fjalë edhe punë. Shqiptim, fjalë me zemër, bindje me zemër, fjalë me gojë, punë me vepra. Është, domethënë, të folurit merret në përgjithësi njëjtë sikurse vepra. Njëjtë sikurse vepra të Allahut. Ka raste kur vepra bën dëm më shumë se sa fjala, ka raste kur fjala më shumë se sa vepra. Ta sjemi për me këtu me nda domethënë në përqindje e tjerë, por po dëmton njeriu me fjalë. Vazhdojmë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu vazhdon apo flet një fjalë të cilës nuk i kushton rëndësi, hudhet me ta të poshtë apo për shkak të saj në zjarrin e xhehenamit. Fjalë nuk fol mirë. Thonë atë në Shqipëria fut kot. Shkon në thellësi apo në largësi ky transmetim i Buhariut sa mes lindjes së Perëndimit, kështu transmetimi, ka transmetim 70 vjet. Në xhehenam të poshtë. Pse nuk i ka kushtuar rëndësi ashtu fol pa dije. Aq më tepër sot janë rrjetet sociale del gjithkushe, domethënë njerëz të cilët përveç dije s'kan edhe urtësi, mençuri etj ku del domethënë e bën për 5 pare gjithë secili njeri vetë se ka ditë me qelë një TikTok. Kjo e laper, kjo kështu, kjo ashtu, kjo rrens, kjo idiot, ai tjetër s'ka kur farfaj. Vetë se ka mujt me. Kërkush nuk njek sot mas. Prandaj kur po vjen puna që po fol pa vend, pa dije, me njek me ligj, çfarë po thot? Jem koni pit. Kur e kom shkru, kur e kom thonë. Ose thot sa e s'pëdi, ignorant. Thot i përkulëm filanit, mi kërku falje, i përkulëm, i rukubi bo. Aha, që ti para ligjit? Fole pa vend, shpife pa vend, që ti para ligjit të dunjas, po i përkulesh, që s'ban mi përkull veç Allahut. Po thuj im koj pint pa u kon, e ma adin ti që ka marrë një dit ma madhe se sa që kjo dita e gjyqit dunjas, një dit që ka dita e gjykimit e ka emnin. A ki mu pyt që dikush nuk të ka qitë në gjyqit dunjas. Për eks arsye. E vjen dita e gjykimit. Prandaj 70 vjet për shkon të poshtë ose në largësi sa lindja e Perëndimi hyn thellësi të xhehenamit, Allah na ruaj. Omeri radhiyallahu anhu ka thonë kush flet shumë gabon shumë. E kush gabon shumë shkon në xhehenam. Kush flet shumë ka me gabu shumë. Gjithaj që ka fol më pak u kon më i kujdesshëm. Prandaj Omer ibn Ebu Bekri e ka vendosur një gur ose një më kokër të misrit kallamoqet në gojën e vet, edhe ka majt nërgu me qëllim që me fol sa më pak, me pas një pengesë. Kret ka thonë fatkeqësit po vjen prej teje, prej gjuhës. Vazhdojmë tjetrën. Hasan el-Basri ka thonë një rregull. Gjuha e besimtarit thot është mas zemrës ti, kurse gjuha e munafikut është para zemrës ti. Çka mas zemrës? I analizon mirë këto për qëllim, edhe ka tutën e Zotit. Nuk fol diçka që s'ka qef tjetëri me fol. Është i kujdesshëm, mos pe prek, mos paranon dikon. Kur duhet të flasim? E përmenda, nëse është fjala e mirë, nëse është urdhërim për të mirë dhe ndalim nga keqja. Urdhërim për të mirë, ndalim nga keqja. Nëse është fjala e mirë me ajet, me hadith, nëse jemi të mësu dikon për dinin e Allahit, nëse jemi të tregu diçka të vërtet, tregojmë diçka të vërtet, nuk jemi të rajt. Këto janë prej momenteve, formave kur besimtari, ka dhe tjerë normal, duhet me fol, është ma mirë me fol. Kur është ma mirë me hesht? Ma mirë me hesht është nëse fjalët që po e thu, është rran. Ose nuk ja din vërtetësina, se din sigurta është të sakt. Se din, pse fol.
kumni, po thojnë, po ma mërmenja, s'ka, në islam, s'ka, kumni, po thojnë, ose ma mërmenja. Këto janë argumentet e ignorantit. Besimtari thot, kom lexu, besimtari thot, ka thonë filan dietari, besimtari thot, në filan ajetin ose hadithin shkruan kështu. Ignoranti mirët me ato trit parat. Prandaj një pjesë e madhe e popullit janë shpifës. Nuk kanë që gjithmonë kanë qëllim shpifjen. Bin në shpifje pa nevojë. Nuk kanë burnim me shku mu ballafaqu me tjetër, mi thonë ma bën halal, ta du të mirën, kam respekt për ty. A ki mundësi ma spigu situatën kështu, se kam një kështu për ty, po thojnë kështu për ty. Sa shkon me ullë, me bisedu. Dhe mu largu para gjykimet. Pashallah, sa herë nuk kemi ullë me njerëz, në ka ndodhë kjo. Ose, po thot një dietar që ka punu gjykatës, të njetën, ku ka donë penzion, po i thojnë gjykatës me shariat. Po i thojnë, përvojnë më të mirë që e ke fitu që mundesh me në amledhë me një fjalë. Po thot, mos i besani njënës palë, pa marë palën tjetër, më ullë me bisedu. Qëka që po du me thonë me ullë njerin, me marë. Qëka kanë thonë për ty kështu, sidomos të gruja burri. Edhe për përvojës, me rrjetet sociale, me bisedat, jemi mundu kur, jemi mundu. Edhe nëse në ka anu zamra, kur ka fol filane, në ka anu zamra se kjo ka mirë, por si mi gut, kemi dash me ngu palën tjetër, pasha Zotin, e kemi pase, ka qenë manipulusa i pari ekstrem. Pashalajnë, ka njeri ka qarë qëtu, 46 vjeqarë. Në ka shti, në tokë më ka shti, prej mërzis. Sa që më detru nërsyt ti, ma hadha numri me thirë bashortën e ti, me i bari gjatë. Për më u bashkua, tjere, hatri fmive, shumë gjana. Edhe në fund më ka premtua gruaja, Allahu e shpërbleft edhe rujt edhe forcoft në din, hoxha, nuk të premtoj, ka më këthy, pesh po të premtoj që ku dhvi për i gërbetit, kam ardhë me t'i thonur verzionin tam. Edhe ka ardhë me familjen e vetë, me prindrit e vetë. Kure ka të regu verzionin, alhamdulillah, unë e kom pas për fillimit regull që mos mi besu një nësë palë, por atë që e kom pa vetën keq, sa kom thonë, ky qenë ka ko ka manipulusit. A që di njerëzit me... Prandaj, jo çdo kush që flet, keni kujdes në pozicione kur jeni mos i besani njënës palë. Bisedoni me palën tjetër. Kësi shambull kemi, por nuk po du me ima shumë. E tash e kemi edhe një të flasësh mirë ose të heshtësh. Këtu hynë edhe tek shkrimet edhe në komente në rrjetet sociale. Nuk du më nalë shumë vllazni këta, por na shohim se ka një vërshim të idiotëve edhe të papërgjegjshmëve, njerëzit që nuk janë të përgjegjshëm. Puro maniak ose idiot të kalibrit lartë, të cilët vërshojnë për komente pa kurfar edukate, frikë të Allahut, edhe besim në ditën e gjykimit që kanë medalë para Allahit. Ata vetëm dy sene po i nalin, ose me shku në tavolinë, sikurse disa që po e bëjnë, pishkojnë në shpinë tavolinë, pi ullet, për thotë e qaj që më ke thonë koment, ka me të vrarë. Kur pi ullet në tavolinë e në shpi, po i shkan ajtë që në trim, tani e që po thotë, ma kanë thuj pasvordin, s'kum shkru në, jo, në s'kum shkru. Ose me qitë në gjyqë. A këpëtan, me thonë e masarina, me thonë qka, me më falë, se jem koni pitë. Këta persona, mos u ndikoni prej tyne, një, e dyta, këshillë, mos i lexoni. Nuk është çështje të debatojmë, ta mbrojmë këtë hoxhën, ta mbrojmë ata, ta mbrojmë këtë parim të fesë, ose nuk është, te ta nuk ka parime, se me pas parime, ata nuk shkruajnë asu komente. Çka është më e mira? Me injoru, ju, si besimtarë, mos me smu zamrën. Sa nuk të dash me ndryshu, a të dash veç me bashkëm, që të shkruan, asaj si ka ato bindje kundër fesë ose kundër filan, thjesht janë njerëz pa përgjithshëm.
e lëshojnë fjalën pa e ditë peshën e saj. Andaj mos lexoni komente, mos u merrni nëpër komente me ta se mos e jepni luksin, ju duni me kriju ndikim te masat që e pranojnë të vërtetën. Jo te ta. Edhe ata që kanë faqe dhe rrjete sociale, është mirë mi bloku këta persona. Ata let izolohen vetën e vetë. Mos e jep luksin ti me debatu me ta. Kanë me dhonë përgjithësi para Allah, po në ditë kiametit. Pse jo? Nëse është e nevojshme për ndonjë paditë të caktuar, për ndonjë shpifje të caktuar dhe me i paditë. Ku do të thotë ai thotë ti je shitun, ti je shpion, ti je ke qit haraç, ato këto sen, dush me pru argumente. Jo, atëherë. Por megjithatë, forma më mirë mos më humb kohë, keni kujdes në rrjetet sociale, se edhe këto hyjnë tek të folurit mirë ose heshtja. Bëni share, shpërndani postimet e hoxhallarëve, postimet e xherit, ajetet, hadithet, edhe bllokoni njerëzit të cilët mos ju vjen marrë. Unë sot e postova një thënie të Sheikh Uthayminit, edhe qoftë njëri që man veten kogja njohës i Islamit, edhe emri i tij i pengon, edhe thotë pse merresh me këtë nomad beduin të Shkretëtirës. Nëse Sheikh Uthaymini me 250 libra është i tillë, nomad që ka dhe beduin, ti çka je? Ti je kokra idiotit. Edhe baba i beduinëve, më i madhi tyne. Çka me vao? Mos më dhon luksin e debatit me ta. Sa i lyp mu bojnë njohur. Siç po i bëjnë disa persona emisione televizive të njohur. Pastaj kur po dalin ata të që s'janë kërka, jo po na nuk e kena ditë. Jo, e ke ditë. Na nuk duhet më u dhon komoditet atyne. Çka me bë? Bllok ja ban. Jo ti duhesh me vazhdu me debatu tash ti ke jo. Gabim është. Gabim. Ka rast kur shkon në emision njeriu dhe ka nivelin e lartë të dinjitetit, të kujdesit, personalitetit. Ai tjetri është i pa edukum. Edhe çka ky mençmi, ky që ka seder, ka kulturë, çohet për emisionit. Çka i thotë tjetri, ja, kjo këtu dushmenet. Jo, s'ban me nejt. Çka duhet me bë? Në Islam njeriu që pin alkool, njeriu që flet keq kundër fesë, çka duhet me bë? Na kemi rregull në Islam, duhet më çupi atij vani. Duhet me ik. Prandaj në rastet që ata të komentojnë ose diçka, çka bën, ja bën bllok. Nuk është lej rregullat që kanë thosë, jo dushmenet e me pranuar me debatu me mua, jo. Se në Islam nuk bim nivele të tilla. Dhe ka fundi jem 3 rregullat që duhet mi pas parasysh para se të flasësh. E para, duhesh me vërtetu a është e vërtet që ajo që ki me fol. A është e vërtet? A din që është e sakt e vërtet? Qoftë ajet hadith. Qoftë, do man ajeti është i vërtet, po problemi ti ajetu e ditë sakt. Që mund është me ndryshu. Me ditë a është e vërtet që ajo që po që ki me fol. E para, e dyta, a është e dobishme në momentin ose vendin ku ki me fol. Edhe treta është e nevojshme. E dobishme dhe nevojshme mund të kenë gjërat përbashkëta, mund të kenë edhe detajet të ndarë njëna prej tjetrës. E para është e saktë. Mos e fol diçka që s'din, ajo mund më kone saktë, po ti si e të ditë hala, vërtetoje. Vërtetoje. A është e dobishme? A bën dëm ti, a bën dobi? Jo çdo e vërtet detyrimisht duhet më thonë. Po ka të vërteta të cilat duhet më vonu kur t'i vjen momenti. Si ka në momenti. Pejgamberi a.s. apo Allahu Gjeleshanu para kësaj, dispozitat e fesë kretë Zoti i ka ditë, se Zoti është i gjithdijshëm, ai ka vendosur. Po çka i ka zbrit? I ka zbrit dal nga dal. I ka vonu do. I ka zbrit kur i vjen momenti. Prandaj jo çdo sen, domethënë me thonë mund të jetë e vërtet, por nuk është e dobishme për momentin. Prandaj me vonu ka herë disa sene kur t'i vjen momenti është më mirë. Edhe a është e nevojshme. Ka gjëra të cilat janë në vete të dobishme, por nuk është e nevojshme me thonë që atëherë.
Nuk është e nevojshme. Është e nevojshme me thonë ma vonë. Na kemi rast kur njeri e ka nisë mu falë, edhe ka pas probleme me besimin, ka pas probleme me disa harame, edhe e kemi shujt për një kohë disa gjana dhe se kemi mendu që i ka arë momenti. Pra, a është e nevojshme. E kemi pat nevojshme njerë jo ma të tje. Ma vonë. Edhe, kur i ka arë momenti, e kemi folë. Let flet fjalë të mira ose let hesht. Çka është gjëja më e vështirë me cilën ballafaqohet gjuha e njerit? Heshtja. Gjëja më e vështirë. Sepse e vetë subhanallahu është insani që asisoj që me eduku veten për gjuhën është heshtja gjëja më e vështirë. Për nefsin nervoza është gjëja më e vështirë. Prandaj, njeri fort është ai cili e nal veten kur është nervoz. Nefsi, ajo dëshira brendshme për mi mund tjerë, për mi shkatru, a për gjuhën heshtja. Kur flasin tjerë ti, shun, ki qef me folë edhe ti. Për gjuhën pra, për nefsin me ba sabër. Me përbi nervozën. Cilat janë mëkatët më të mëdhaja, më të rrezikshme dhe më të shpeshta për gjuhën janë dy. Kufri. E para. Pa ata cilët elhamdulillah nuk janë besimtarë, cila është i dyti më i vështirë? Gibeti. Pra, zërë ka heshtjen, po prej mëkateve më të mëdha që i bën gjuha është kufri, stakfirullah. Ose gibeti. Gibet dhe me thonë me imanë për gojë personalitetin e tjetrit. Me ato që e ka ose me ato që se ka, që e kanë gjitë dikush. E ka një behan, në islam e pse ka behanën, s'ban mja përmen. Po nëse se ka, haj zotin arrujt, hala ma keq, 2 fish ma keq. Shpifje kjo është. Andaj, me pas kujdes, elhamdulillah na kufër nuk bëjmë, por mund të bëjmë gibet. Vetëm një gjahë. Paramendoj e ti, jetë të folë me këtë vllahun këto, jetë të folë për këtë vllahun këto, që në fakt s'është. Nëse do të ishte qëtu, a këshe me thonë qatë fjallë? Mi thonë këti, filani leve se sa buri mirë. Nëse është qëtu, a këshe me thonë jo? Mos e thuje pëse s'është. Sa është me leku që e shkruan dhe do të ballafaqohesh një ditë me ta. Që kjo në gibet, nale veten. Edhe e fundit, pak a shumë e përmenda, heshtja në zemërim është sfida më e madhe e gjuhës. Heshtja në zemërim. Njerë janë të vlu. Çka me ba? Me thonë audhu billahi minash shaitanir rajim. Me marr avdes. Me i falë 2 rekat. Ata kanë thonë me nxej dhe në 10, s'kem nevojë, thej me audhu billahi minash shaitanir rajim. 1 herë, 2, 3. Me i falë 2 rekat namaz, nëse në ka më ullë, nëse ullë më ushtri. Me disa gjanët, disa forma. Më ka të regu një profesor në Medina, thot një prej studentëve, ishë nervozu me rektorin e universitetit, edhe thotë, donë të me hytë të këzyre ati, ishtë aty praneshëm edhe si sekretar, tha nuk e la 1 herë 2, tha që ka boni për strejti, hyni shpejt, kësë sunenali mos, veç për shyrë, më piksoj dhomas, piksoj zyres të rektori atje. Edhe tha për i thot, ti jetu në bo zullom, ose jetu në bo zullom, ti nuk je buri mirë, a i tha pa ditë se që ka muhabeti. E këshyri, i tha nalë djalash, lutëm, sabër. Unë kam e të ngu, edhe kam e të asgjith problemin që ka kone nervozu, që s'pedi me një kusht. A i tha u nalë. Qka? Shko tha merë avdes. Pa marë pasu ish, s'ki avdes, shko merë edhe njëherë. Edhe hajdu ishtu në zyre ta me fali 2 rekat. Qëto 2 si ti banë kam e të ngu, që shtu shti kena mja ba. Por qka pas ka ardhë, atje në fakultet që ke pas problem. Thot aj djaloshi tha në regull.
Edhe shkoj ta mura abdes, erdhi fali 2 reqat, kur dha selam krahën e majt, tha astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Edhe Allahumma ente selamu, minke selam, te barakte ya dhul jalali wal ikram. Tha u qun kom, erdh ma kapi dorën, selam aleikum, shekh, Allahu të rujtë, Allah të bekot, ma ban halal, edhe dur tha. Marrë nalu, o kry. S'kam që me thonë, veç isha nervoz, u qëtësova stash. Në regull jemi gjitha sen. Ku e di që ka ju ka do ka ti di që ka zullum? Në momentin që o qëtësu, e ka analizu, ka menu, i ka shku nervoza. Që ka me bo? Sfida ma madhe është, mës me fol në fjalë e cila ka me të kushtu, së në këthen mrapa. Prandaj, thot Shekh Shankiti, para se me fol një fjalë, këqyre, atë bon dobi ty në akhirat, para se ati mi bon dobi. E dyta, këqyre natën e vorrit, kur të pysin me laqet, ose Allah kur të pyt në ditë kiametit, pse e ke thonë për që të filanin, a ki argument pse e ke thonë, pse e ke thonë. Po Allah Zot kam argument se e ka bën këtë, ka pas nevojë më fol kjo fjalë, në rregull. O Zot e ku mbrojt dinin, se njerëzit janë ndiku prej ti, jem detyru me fol. A ki qysh me mbrojt veten me qatë fjalë, për qatë fjalë që e ke thonë për filanin, që ke fol keq, edhe dyta, a ku ka më shunu në veprat e mira të këqija tuat në ditë kiametit. Pastaj bane. Të dashur vëllezër, kjo një sfidë e madhe për besimtarët, një besimtar i den, i drejt, duhet me pas kujdes në gjuhën e tij. Mendoj edhe këshilloj veten time edhe juve, që prej sot me bën një plan s'paku një muj, me pas kujdes me fol mirë ose me hesht. Zaventësojeni të folurit me dhikr, me dhikr. Merrni ato të spet elektronik edhe nuk janë bidat. Bani për shembull, mundoheni 5000 herë, 10.000 herë me thonë astaghfirullah wa atubu ilej. Sfidoj vetën. 10.000 herë e ban. E tjerë dhikre, e mos me fol fjalë të këqija. Allah na përmirësoft, Allah na azoft dhe na falt. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillah.